Shkëmbi, mirë se erdhe në këtë bisedë, na ke ardhur nga Korça, posaçërisht për Gogo Pikal, apo jo? Posaçërisht, sepse është kënaqësi dhe privilegj. Faleminderit shumë, ke lënë ato punët e vështira të terrenit, ne të kemi ndjekur në fakt se sa rigoroz je me punën në terren dhe se sa i përkushtuar dhe i devotshëm dhe unë mund ta them që je një nga ata gazetarë të rrallë sot në Shqipëri që dalin në terren. Kjo e fundit nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet? Kjo e fundit. Që kalojmë mirë pra. Jo, kjo dalin shumë gazetarë në terren. Puna është se kujt i jepet mundësia për të shprehur nga terreni, sepse terreni është bërë kështu i minuar në Shqipëri. Pikë së pari më lejo të them se jam falënderues mirënjohës, me sinqeritet, jo për shkak se duhet thënë, patjetër që për mua është privilegj. Unë e shoh veten për herë si studenti, jo edhe pse asnjëherë s'kam qenë për fat të keq, por është vërtet privilegj të bësh një bisedë me ty. Shika, gazetarë ka Shqipëria plot, edhe të rinj, si puna ime, që duan të punojnë, edhe që dalin në terren, edhe që dalin në baltë, edhe që dalin në shi, edhe që dalin në dëbore, që dalin në diell. Je i sigurt për këtë? Po jam i sigurt se i shoh me sytë e mi, nuk është se po mos i shihja, për shembull. Tani nuk po flas vetëm për qarkun e Korçës, po flas për gjithë Republikën e Shqipërisë. Kur flasim për gjithë Shqipërinë apo tjetër. Një nga djemt e mirë që punon fort në terren, nuk po flas për qarkun e Korçës, por që të mos i mburt, mos bëhem si ata lokalistët, por le të flasim për qarkun e Shkodrës. Është një djalë pak fare më i madh se unë, se tani ai u martua dhe e hëngri, po është Klot Xhivani. Pra, ai është një djalë i cili pikërisht e nisi në moshën time, është sot njihet për kontributin e tij në media. Ke plot të rinj, ke Brigilda Dede në Lezhë, ke plot të rinj, ke Artina Lili në Pogradec, ka plot të rinj të cilët punojnë. Jo, ke të drejtë se ti më solle shembuj dhe mua këtu ma mbyllë gojën, sepse kur shembujt flasin, s'ka diskutim, por kur shikon raportin... Mirë, raporti është tërgjëmës. e neve që flasim nga studio, dhe juve që jeni aty në terren dhe se si duhet të jetë, sigurisht unë mendoj që gazetaria është transformuar, nuk është më ajo gazetaria që ti duhet të përdorësh patjetër makinën e shkrimit ose pra teknologjitë, pikërisht teknologji që janë të prapambetura, s'ka diskutim, gazetari duhet i shfrytëzojë të gjitha. Madje sot ke gazetari të databazave, pra të dhënave, që ti vetëm me databaza globale mund të bësh perla, s'ka diskutim. Universitetet në Amerikë thonë që kushdo që ka një telefon bëhet gazetar. Fatkeqësisht dhe fatmirësisht. Pra dhe publiku mund bëhet gazetar, s'ka diskutim. Por e kam fjalën te kjo që ka humbur dëshira. Po ka humbur për të qenë aty. Pse? Pse është kjo? Që në terren. Ti këtë podcastin e ke kështu të lirshëm, flasim lirshëm. Të lirshëm fare dhe madje e kemi podcastin që nuk e prekim. Shiko. Përveç kur ngjisim pjesët, sepse kamerat kanë atë limitin e tyre të regjistrimit, patjetër kur ngjiten në pjesët dhe ne jemi off the record. Shika, ka humbur jo cilësia, por dëshira, sepse një lavazhier në qarkun e Korçës, në Korçë, ngrihet dhe merr 1 milion lekë të vjetra. Unë marr më pak. Kështu që, profesor e dashur, ati gazetari që ti kërkon që të jetë i drejt, transparent, i pavarur, ja kërkon të dalë në shi, në baltë, në dëbor, në diell, i kërkon që të merret me politikanin, me sportistin, se ndryshe nga ju këtu të Tiranës, gjithmonë Tiranën e shoh me paragjykim, që ti jemi të qartë në këtë diskutim, këtu gazetari është i profilizuar. Ti shkon në orën 8 në redaksi, e le punën në orën 4. Do merresh o me politikën, o me krimin, do merresh o me artin, o me kulturën. Nuk jam plotësisht dakord me këtë, sepse unë mendoj që gazetaria është stil jetese. Dakord, por unë po flas për në shumicën e redaksive, s'mund ta mohosh që shumica e redaksive kështu e ka profilin. Ti o do punosh turni parë, do punosh turni dytë, o je i profilizuar. Pra është më e strukturuar gjë. Absolutisht. Tani, Xhensili apo të gjithë gazetarët e tjerë të terrenit janë të keq paguar. Nuk kanë kameraman, nuk kanë shofer. Bëjnë vet operatorin, vet kameramanin, vet shoferin. Marrin rrogën më të keqe se një lavazhier, ti i thua të bëj gazetarin e sportit, gazetarin politik, gazetarin e krimit, gazetarin e të gjitha llojeve dhe në fund fare ti prapja fut Xhensilit se prap Xhensilin paragjykon. Tani, duhet kuptohet diçka. Kur një lavazhier, un kam vet shok lavazhier, pra nuk e them pra kur shumë profesione sot të thjeshta, paguhen shumë më shumë se një gazetar.
Ore, mua më duhet bëj 2-3 punë që t'ja dal, se duhet mbajtur vetja, duhet mbajtur familja, duhet mbajtur makina, duhet mbajtur e dashura, duhet mbajtur Çfarë gjithë. punë për shembull? Ja na jep shembullin tënd. Shiko, unë jam edhe menaxher eventesh, para disa kohësh kam hapur një hapur një, supermarket tënden. po le të themi një shoqat bashkë me disa kolegë të mi që merremi me menaxhimin e eventeve, po gjithashtu dikur. Po nuk e hequr dorë nga gazetaria pra. Po nuk kam hequr dorë se është çështje. Ti se ke bërë dhe ca tjerë kam bërë. Është çështje e gjaku. Për shembull, shiko. Unë gazetar u bëra nga Ilvatare, ju bëfsha kurban. Se është njeriu që më mori 17 vjeç, unë mendoj që bëri gabim. Se nuk mund t'i besosh një 17 vjeçari mikrofonin, e sidomos një mikrofon me peshë të rëndë, siç është Euronewsi, e ti thuash tani jepi gas. Ajo besoj te unë. Dhe ditën e parë kur fillova punë 24 dhjetor 2019, fjalia e parë që Ilvatare më ka thënë është që pse u bëre gazetar, pse e pranove. E unë se kuptoja, unë thoja më hipi vetja në qef, dalë në televizor, i pari fshatit, i pari qytetit, e tjera. Pas disa kohësh e kuptova. Unë kam ardhur nga një familje thjesht, familje fshati, familje punëtore, dhe sot vetëm nëpërmjet gazetarisë që jo unë bëj, por ne bëjmë, si Euronews, ne mund të kemi ndihmuar vetëm në qarkun e Korçës, në ndërtimin e mbi 18 shtëpive, në shërimin apo në kujdesin e mbi 20 fëmijëve të porsa lindur, mund të kemi qarë hallin, mund të them pa frikë të qindra familjeve, mund të kemi ngritur zërin për mira familje që s'kan patur dikë që t'i ngrejnë zërin, mund të kemi ngrënë edhe akuza kocëkoti, po në fund fare unë jam bërë gazetar sepse dua të ndihmoj ata që kanë qenë si unë. Edhe unë nuk e ngrihem në mëngjes dhe them o bobo. Unë ngrita në mëngjes kush shkon sot në punë, po unë them kuj do t'i bie sot në qafë në kuptimin e mirë të fjalës. Kë do ve në siklet, kë do shkoj të ndihmoj, cilin pushtetar do vendos në siklet. Shikon dhe si mision. Po jo më shumë humanist, humanist po. Si mision humanist, po. Gazetar, po ne gazetar të terrenit në rreth e kush na pyet për tjetër gjë përveç kësaj. Ne kaq mund si kemi. Kam do ndryshojmë aktualitetin. Gjencil, jo pa lidhje nisa që atë që bën ti dhe ata kolegë që ti përmende është e rrallë për Shqipërinë sepse ka humbur gazetaria lokale thuajse krejtësisht, thuajse. Nga ana tjetër keni ca sfida që të raportosh kanë përshtypje nga terrene ku ty të njohin, kur ti mund të jesh edhe në një konflikt interesi, në kuptimin ka shumë të për masave të qytetit apo të rrethinave, sepse të njohin. Ky është dizavantazh për gazetarin apo jo që punon atje. Shumë. Për te pagës që përmendëm edhe mungesës së kushteve, ne kemi pasur Miranda Kastratin që është drejton sindikatën e gazetarëve dhe ne ka thënë pak a shumë që gazetarët janë fare pa kushte. Edhe për fajin e sindikatave. Okej, këtë tani hajde do shohim punën e organizatave, shoqatave, sindikatave, secilës medje patjetër, mbase edhe për fajt sindikatave, mbase është krijuar me vonesë etj. Por pastaj lind pyetja tjetër, se më thej që e shikon si mision humanist dhe nga informacionet që kam për ty është që je shumë i lidhur dhe me besimin. Këtu nuk ka ndonjë gjë të keqe që ta shikosh si mision humanist, sepse tek e fundit ne gazetarët duam të bëjmë impakt apo jo. Përmjet informacionit, po sa të lehtë ke ti të ruash objektivitetin. Po të qëndrosh i profesore, barazlarguar. Ai që do që të ruaj objektivitetin, edhe në familje ruan. Sa do subjektivitet ketë. Se në fund fare, objektiviteti është matematik. Ti bën matematikën dhe thua, zotëri i dashur, unë po bëj punën, mbaroj punën, pastaj e shkojmë pim kafe. Po punën mos më ndërprit. Puna është punë. A është e vështirë? Patjetër që është e vështirë. Problemi është që kur ti ke soi në punë, dhe gjysma e sojit nuk të flet, se po të flas, po ta marr vesh kryetari i bashkisë që ty të flet filani, që e ke efektet e punës që ti bën, që e ke djalë Xhaxhai, dhe ti vetë i bie kryetarit të bashkisë në qafë në thonjza se shkon e bën një lajm negativ ku
filan rrugë, filan fshati është e pashtruar negativ apo lajm për e raporton, për raporton. S'mund negativ. Po, pra, ti raporton në mënyrë objektive. Mirë, pra ta është lajm negativ. Okej, dakor. Dhe ai thotë shiko se po bëri një herë teq nga puna. Mua gjysmë se fisit s'më flet ose bën sikur s'më flet, se thotë ore ç'mra duhet ne me ty tani. Vazhdo ti punën tonë në punën tonë. Të mbajnë atë distancën. Po edhe mirë bëjnë, se ta thash edhe një. Rrezikohet për jetojmë në një Shqipëri. Ore, edhe një herë kur të pyeta që profesore, unë nuk gëzoj respekt pafund për ty vetëm sepse je e lirë, për asgjë tjetër. Unë nuk të njoh për asgjë tjetër përveç se lirisë tënde. Unë e dua lirinë tënde. Liria është pak relative, duhet thënë. Mua më pëlqen kjo. Unë prap mendoj që simja ishte lirë tash duhet, ky relativiteti yt mua më pëlqen atëherë. Dhe ne nuk jemi të lirë. Ti si je i lirë sapo del, ke konfliktit e resi, ke frikë, ke shantazhe, ndihesh i presionuar. Ai gazetar funksionon vetë censura, sepse ti e di që mbasi çështjet caktuara nuk vërtojnë. Ai gazetar në Shqipëri, në këtë Republikë Shqipërie, kaq pak metra katror sa jemi ne. Në rast se thotë që unë jam i lirë, unë mendoj që është gënjeshtar. Nuk jemi 100% të lirë. Ti e di shumë mirë. Pse ka gazetarë që punojnë freelancer për agjensitë huaja, po themi? Po nuk është i lirë. Më duket sikur kanë një lloj pavarësie apo sen të lirë. Po ne jetojmë në një botë ku Trumpi vetë edhe akuzon CNN edhe BBC-n për kë do punoj ai edhe për kë shaka ai. Amanda, tani të lutem. Ne jetojmë në një botë tani ku andej lart po çelbet gjëja. Të gjitha këto i quhen pallavra, nuk ka liri. Po patjetër që po, pra nuk ka liri mediatike. Po pati, sidomos tu te ne. Se andej edhe të shenj njeri, se është botë e madhe. Duhet i bie shumë në qafë të madhit, po këtu te ne ja çojnë mesazhin direkt kështu. Pra ti po më thoshe për objektivitetin që s'ka rëndësi, ka rëndësi që njeriu ta ketë në parim dhe kudo që është, qoftë në një rrethim të vogël, qoftë në një. Po s'ka objektivitet, nuk ka subjektivitet, nuk ka frikë. Ka frikë dhe Afrika sjell objektivitetin. Është shumë e thjeshtë. Frika ruan vreshtin, thonë shqiptarët. Ti tani punon për Euronewsin? Unë për Euronewsin kam një portal timin, bufiurt.al për një viti. Pra ke nisur dhe iniciativën tënde. Po. Aty çfarë publikon? Historitë në përgjithësi që historitë që unë jo njerëz të thjesht me historitë të jashtëzakonshme. Pra unë unë postoj një grua nga Erseka, e cila gjatë gjithë jetës është rrahur nga bashkëshorti i saj dhe është gati të më vendos thikën në kokë, në qafë, të më kap përfyti në rast se unë them më shumë se historinë e saj, por edhe emrin. Ajo thotë unë jam gati të duroj edhe dhunën, por nuk dua që burri të shkoj në burg, se unë ngela, po iku burri në burg, ngela vetëm me vjerin do më marrin natë, dola jashtë, babai më thotë që është turp, ktheu te burri, të ngela me katër rrugëve. Këto histori bëj unë. Unë bëj histori të thjeshta, të realiteti. Po histori realiteti. Është lodhur Shqipëria me Tiranën, është lodhur Shqipëria me Sali Berisha. Po është lodhur Shqipëria me krimin, është lodhur Shqipëria me fallsitetin. I ka parë të gjitha Shqipëria këto. Jemi në 2025-ën. I ka parë Dolce Gabbana, i ka parë udhëtimet, i ka parë rrobat e bukura, i ka parë paskuqet më të mira, i ka parë famën, influencer. Po i ka parë të gjitha. E di çfarë nuk ka parë Shqipëria? Historitë e vërteta. Si më na trego çfarë historisht ty të kanë bërë përshtypje gjatë këtyre viteve që ke punuar? Je 27 vjeç? 26. 26. I vogël jam. Un kam filluar gazetarin 17 vjeç. Dhuna në familje shumë e prezente në juglindje, sidomos aty tani. Nuk e di pse. Unë mendoj edhe në të gjithë Shqipërinë, po varet ku kanë atë guximin për ta shprehur. Ndoshta e kanë sidomos në fshatra. Në fshatra, në zona rurale, unë mund të them pa frikë që 1 apo në 4 apo në 1 në 5 gra është e dhunuar. Ashtu, në formë fizike apo në psikologjike. Ti ke gra në fshatra të thellë, të cilat nuk dalin nga shtëpia. Detyrën e vetme është të kryejnë marrëdhënie seksuale me burrin, të bëjnë fëmijë, të rritin fëmijë dhe kaq. Ti ke gra në majtë të lekasit në fshatra të thellë të Korçës që e konsiderojnë luks të dalin një herë në vit në Korçë, në qytet. Ti ke djem të rinj të cilët arrin deri aty ku vrasin babain e tyre vetëm për asaj të çka ka bën. Historia e fundit që unë postova është historia e një nëne e cila ju përdhunua vajza. Babai nuk donte për shkak të turpit të fshatit në Thonjza që të merrej vesh. Lindën
dhe nuk pranuan që të çonin autorin e përdhunimit në burg. Po që kishin Vajza. mund ta provonin atë gjën, po. Policia e mori vesh në një farë forme, kjo është e provuar sepse është e postuar publikisht dhe u bë goxha virale. Policia pas 2 muaj shënzori autorin nga burgu. Për autor përdhunimit një vajze 12 vjeçare. Gjatë gjithë kohës burri rrihte gruan dhe gruaja dhe djemtë e saj ndjenin presion dhe arritin atë lloj forme ku ditën e Kurban Bajramit djali 19 vjeçar i tha nënës së vet, nën sot është ditë e shenjtë, ditë muslimane. Mos puno. Babai e goditi. Ai mori litarin edhe vari veten. E njëjta familje. E martuan përsëri vajzën e përdhunuar, e çuan në një fshat më poshtë. Përsëri e dhunuan këtë vajzë. Përsëri bëri marrëdhënie seksuale me zor. Përsëri lindi Po fëmijë. strukturat ku ishin këtu apo inekzistente Po totalisht? çfarë struktura më thua për të lutem tani? Po ne kemi Minimalisht policia, minimalisht. po ne kemi strukturat më bastarde që mund të ekzistojnë në Ballkan. U njoftuan strukturat? Ore, policia e liroi autorin e përdhunimit, ç'a duhet ty historia tjetër, abuzimi e dhuna etj. O zotëri, ti arrestove një përdhun, Po me çfarë shëtimi e nxorën? E që gjeje, më ka kërcënuar ai kur e mori vesh që bëra lajmin, më shkruajnë me profile falsa, do vim të vrasim, do të bëjmë. Hajde. Nga laçi. Pak rëndësi ka. E kam fjalën. Ne kemi tragjedi. Fshati Gjon Omath është jo më pak se 20 minuta larg Korçës. Kjo ngjarje ndodhi. Një vajzë e përdhunuar, një djalë i vetvarur, një nën që ka duruar të kohën dhunën. Unë mendoj që këtë duhet të tregojmë publikut. Unë për të detyrë mbase më ka sill Zoti. Unë të thashë një jam besimtar i krishterë ungjillor. Unë e kam pyetur veten o Zot pse më ke bërë gazetar. Unë mendoj që ai më ka bërë gazetar për të thënë të vërtetën e thjeshtë. Të vërtetën e komplikuar bëje ti me Tiranën këtu. Unë dua të them atë të vërtetën e thjeshtë. E vërtetë e thjeshtë është që kjo vajza u përdhunua dhe autori u lirua. Dhe policia e liroi. Si e liroi bashkë me prokurorin, bashkë me gjykatën, kush i mori lekët, cili avokati dha lekët? Dihet. Në Korçë e din. Po s'kemi fuqi ta themi. Për Korçë e di. Shumë histori të rënda, shumë. Po jo vetëm kjo, ka shumë histori të tjera. Ti po të shkosh në majtë të Mokrës, ti shikon gra që skandal në të shumicën e rasteve për Shën Valentin. Shën Valentini, për shembull, unë jam pak empatik, i ngacmoj personazhet e mia. Ka 2 gjëra që gratë në përfshatra njihen. Për duart e coptuara, se gjatë gjithë kohës e shkreta ka shkuar të punoj tokën në shi, diell, dëbor, gjithçka aty. Edhe për syt me lot. Se në qoftë se është dhunuar nga bashkëshorti, në rastin më të mirë në qoftë se nuk ka ngrënë dru, ka rritur një djalë dhe djali ka ikur jashtë në emigrim dhe ajo s'ka parë kur një ditë të bardhë. Ajo s'ka marrë kur një buqet me lule se bashkëshorti i saj vetëm pi. Ajo nëna në majtë të Mokrës që gjithë jetës së saj një panoram vetëm atë malin edhe atë fushën atë tokën. Ajo konceptin e të dalës në restorante ka të pamundur. Të dalës një kafe me bashkëshortin, me fëmijën, të gëzoj nipin, të gëzoj mbesën. Po këto janë historira të duken sikur janë të Shqipërisë antike, po të flasësh në Tiranë. Por po ta hedhësh kokën gjysmore larg Tiranës, i ke të vërteta, cila media e bën shumë pak. Shumë pak e bën. Pse? Se ja prish shefin në altë madhënisë. Tregon atë Shqipërinë reale. Ne politika do të na servir një Shqipëri krejt ndryshe që s'ekziston. Po nuk është Shqipëria Tiranë. Janë zbrazur fshatrat? Shumë. Në Korçë? Pafund. Mbi 30. Ku kanë shkuar njerëzit? Shiko, se pyetja është kanë ardhur në kanë zbritur më shumë. Jo. Ja, kryeqytet. Kanë ikur në emigracion? Kanë ikur, shiko. Fatkeqësia më e madhe që i ndodh një familje në fshat është kur shet shtëpinë vet. Se unë jetoj ende në fshat edhe në përfshatra themi që njeriu ron për familjen dhe për shtëpinë. Këto janë 2 krenarit më të mëdha. Dhe kur dikush shet shtëpinë për të ikur jashtë në emigrim, nuk ka fjalë për ta përshkruar. Ai i ka ardhur në majtë të undës. Ai nuk ka gjetur shpresë, nuk ka gjetur punë. Ai ka një familje që rojnë me 40-50.000 lekë të vjetra. Ti 40-50.000 lekë të vjetra të bën karburanti për të shkuar nga Don Bosco te Tegu. Po. Ai
rron me aq në muaj. Po kjo është Shqipëria e vërtet. Ti tani u mërzitet, ti tani po shfryn. Ti të vjen ti biesh tavolinës, po ke lirin ta bësh, se është tëndja kjo gjëja. Po në fund fare po të punoj në një televizion tjetër. S'do jep kjo intervista. S'do e kisha bërë dot. Po s'do jep fare intervista. Un po mos isha në Euronews. Po do them me sinqeritet më të madh. Jam djali mi bekuar, gazetari mi bekuar dhe sot Shqipëria më njeh për aq pak sa më njeh, sepse jam i lirë në atë pozicion ku jam. Mua nuk ka telefonuar kur as kryeredaktori, as redaktori, as pronari i televizionit dotore, pse e bëre ti këtë gjë? Pse e ngacmove këtë politikan? Ata zakonisht politikanët, ministrat e dinë që po erdhën në Korç, do ngacmohen në thonjë sa nga unë. Pra, do u bëhet një pyetje e vërtet. Mua s'm ka marr kurrë askush të më thotë që o Xhensil, pse e bezdisë ti këtë? Sepse e dinë që unë nuk e bezdis me qëllimin për të qenë unë bezdisësi. Nuk është qëllimi në vetvete për të bërë unë lajmi, faktori, ngacmuesi, personazhi, intriguesi, shikimet e tjera. Unë pyeta Mirela ku mbaron para pak ditësh. Ç'a pyeti i bëre? A del garante si ministri i arsimit që nuk do të ketë ndërhyrje në literaturën e fëmijëve për sa i përket komunitetit LGBT. Për çështjen e ligjit çfarë përgjigje more? S'ka përgjigje fare, ti s'ke lexuar ligjin. Ajo se kishte lexuar për vete, po më tha mua që s'e ke lexuar ligjin. Në fund fare, pas 3 ditësh, televizioni Klan deklaroi që po do ketë ndërhyrje në literaturën e fëmijëve, një rinovim, por nuk e përcaktohet nëse do të përfshihet komuniteti LGBT. Debati madh u bë, në fakt pati një fushat shumë të pa drejt fillimisht, sepse u hodhën disa drafte në qarkullim. Disa prej mediave thanë që disa nga mediat dezinformojnë. Pastaj u votua, pastaj ti e di se çfarë ndodhi, duke qenë dhe situata e Ballukut. Ajo edhe u harua. Çështja u bë edhe më e madhe sepse donin që vëmendjet ta kishin këtu, po lidhur me pyetjet që ti po thua që nuk dua të bëjmë lajmin, në fakt, një nga problemet reale të gazetarisë që mund të jetë i njëjtë me mungesën e konferencave të shtypit është fakti se gazetarët me krenari kanë dashur të bëhen lajm. Janë të përkohshëm shumë. Që është e kundërta e profesionalizmit. Nëse ka një gazetare në Shqipëri, në gjykimin tim, që është profesioniste në pyetje, është Anila Hoxha. Studioja të gjitha pyetjet e Anila Hoxhës. Jo, s'ka diskutim, po nuk po flasim për emra të përveçëm, se s'është edhe etike dhe profesionale që ne të merremi me emra, etike, por sepse më fal edhe një herë. Çfarë bën politika dhe pushteti, ma dëgjoj deri në fund. E marrin këtë pyetjen e gazetarit, e cila është një pyetje, jo s'është e gabuar, shumë e drejtë, mund të jetë shumë e drejtë, dhe vendosin në qendër gazetarin apo gazetaren. Dhe ikin përgjegjësisë që o zotëri nuk ka rëndësi sa bukur, sa mirë, sa ëmbël, sa ashpër, i cili televizion ishte, apo e cilës media online ishte, ti, ke ndonjë përgjigje për të dhënë? Pra, automatikisht, thelbi, largohemi nga thelbi, që thelbi duhet jetë politika të japi llogari. Dhe ky është një fenomen në fakt shumë i rrezikshëm, sepse ka ndodhur, në disa raste, ka ndodhur në rastet e pyetjeve që ka bërë gazetare e Syrit Ambrozia Meta. Ambrozia Meta, Klevi Muka i A2 CNN-it, apo dhe në rastet e tjera. Me internua të shkretin. Tani, mbase gazetarët, se kam shok. Jo, mbase gazetarët nuk kanë dashur të bëhen lajm. Dhe ti je në qendër të vëmendjes, unë këtë nuk e di. Nuk po hy. Ambrozia ja bën hallall. Është aq simpatike në mënyrën se si e bën. Çështja është që kur merr përgjigje, kur politikani jep llogari para publikut, para teje në këtë rast, sepse ti je ndërmjetësi mes publikut dhe politikanit. Dhe ke shumë të drejtë. Po lodhe shumë në këtë mënyrë se si po e thua, e di pse? Se në fund fare ty do të marr pronari, do të thotë pse pyete. Të fala Sandrit. E mban mend të? Po, dakor, po themi. Sandrit i bën më të falaj? Un po analizoj rastet e tjera ku pronari ka lejuar pra. O profesore dashur, Klevi Muka u internua, pik. Nuk e lejoj pra. Po Klevi Muka u internua. Pas ka më guxim një gazetar aty të bëj pyetje, ti thot Ulsiu do një gjë? E kuptoj. Po si thua më ose bas. Në rasti i Ambrozia Metës më duket që ka qenë. Po s'ka që i bëjnë Ambrozia, se Ambrozia është aty ku është, aty ku duhet të jetë. Ambrozia dhe di që s'do punoj ndonjëherë, vetëm po ndryshoj faqen, të punoj me për Karlon. Ajo është për çimin, aty është në rregull. Ajo edhe mënyrën se si e bën pyetjen, e ngre pak më shumë se duhet zërin, po në fund fare, kjo është Shqipëria jon.
Shqipëri e kontraditës e luftës e paqes së Ercilës e ditës. Po, Ore, po. ka shumë është burizuar ai që është aty ku është ore. E di ai që tallava do ky popull. Ore, jam shumë Ore dakord. tallava do ky popull. Politika do që të bëhet tallava, një pjesë e popullit do tallava, po neve nuk na lejohet. Jo, këtu i gabim, profesora. Jo Pse një jam- pjesë e popullit. Pse jam gabim? Jo, Shpjego pse jam gabim. Ja, ta shpjegoj unë. Jo një pjesë e popullit. I gjithë popullit. Shumica dërmuese e popullit shqiptar pëlqen tallavan. Dhe të ftoj të ndjekësh postimin tim të fundit për sa i përket Vasilaq Kolevicës, i cili bëri është mjeshtri i fundit në Juglindje për sa i përket punimit të qeramikës. Kishin nxjerrë disa punime balte, po. Kanë nxjerrë disa punime balte me emrin spermatozoidët. Aty pati u bë viral, ë? Dhe Vetëm nga emri. spermatozoidët E pas ka shitur mirë, pas ka bërë mirë PR. Dhe ai jep mesazhin që shumica dërmuese e shqiptarëve janë spermatozoid të cilët janë të pafekonduar. Janë spermatozoid të cilët nuk i hyjnë në punas dreqit. E shohin ka një mesazh të fortë e shohin në artin. Ne jemi ndër popujt e vetëm që mendoj Xhensi që një pjesë janë shumë të tërhequr. Po kjo këtu ke të drejtë sepse e tregoi Vlora. Merren me punët e tyre. Se po bëj analistin e politikës, se unë jam për gazetarin e thjesht. Profesore, ky popull ka për të vuajtur dhe më fal që e them në këtë lloj forme, e meriton të vuaj. Meriton? Unë mendoj që e meriton të vuaj. Ai zotri i cili nuk jo më ku e Serbia. Ai do që Serbin ata. Unë nuk jam hajt dikim Tiranën. Po ata dolën për një kauzë të drejtë. Po. Dolët këtu për kauzën apo dolën Ose Bullgaria? Apo Bullgaria së fundmi. Po. E troqi qeveria tani ligjin e taksave. Vetëm një protestë ka patur këtu. Protestë arme kimike. Po. Që u rregullua në një farë forme, estetikisht ishte e bukur, pati ndërhyrje, pati presion. Ky popull këtë do. Ky do çadrën. Do luftën dhe kaq tjetër, por ne nuk duam të ndryshim. Ti nuk do ndryshim sepse ditën e zgjedhjeve në Vlorë sa ishte përqindja, jo më shumë se 18-19%. Ore 8% e Vlorës e tregoi pra që praktikisht nuk shkuan për të votuar. Po nuk shkuan, po nuk është shumë treguese që ti je revoltues, se ti po ti je revoltues, shkon voton për një. Pra. Po më kushte Ral Kapri. Një djalë i mirë deputet. Po e marrun me emër. Një djalë i mirë deputet, i cili erdhi aty dhe ai jep politika, jep kaos, thotë, unë këtë di të bëj, këtë dua të bëj. S'pas ka Shqipëria një djalë të mirë. Ose një vajzë të mirë. Apo një vajzë të mirë që mos bëhem paragjykues. Tani ka Shqipëria, po ka dhe shumë që nuk marrin përsipër për të djegur emrin e tyre në këtë katrahurën, pra që po shpjegojmë, po të kthehemi te fshatrat. Ka shumë largime, siç po thoshe, pra fshatrat janë zbrazur, po lidhur me emigracionin. Di që ne jemi të ekspozuar. Po jemi shumë sepse ne lidhemi me Maqedoninë e Veriut dhe me Greqinë. Janë shtuar tani së fundmi apo është një ritëm i të huajve që vinë? Është shtuar shumë. Sepse po ndodh kjo lufta civile në për shumë vende të botës arabe dhe për shembull u bë një video imi shumë virale me 3 të rinj të cilët kishin pjetur, nuk e di nëse e pe para pak ditësh në Dardh, ishin të zhveshur. Për atë çështjen që the nuk i mora dot në makinë? Nuk i mora dot në makinë. Pra, pikërisht shqiptarët u prekën shumë sepse ju kujtua vetja e tyre kur iknin në Greqi. Ashtu ishin të zhveshur, në dëbor, të dhunuar, mos them edhe gjëra të tjera. Dhe ata nuk dinin as anglisht mirë, mezi komunikonin. Dhe fatmirësisht e falenderoj shumë me sinqeritet drejtorin e policisë së shtetit Ilir Prodon që telefonoi më një herë dhe ndryshe nga policët e tjerë, fatkeqësisht urdhëroi që të trajtoheshin me shumë dinjitet, i morën, i trajtuan mirë, i veshën, i çuan në një qendër sociale në Tiranë. Nëse nuk do ishte për mediatike, më vjen keq përsëri tani për Ilir Prodon, unë mendoj që policia nuk do e bënte atë. Pra janë presionuar nga media. Nga media. Se di raste konkrete që nuk ka patur reagime të tilla. Pra, çfarë ndodhi me ta? I ndihmuan, i strehuan? I strehuan, momentalisht janë
Tiranë në një qendër sociale që emrin s'po ja përmend, po problemi është që ata nuk duan të rinë në Shqipëri, ata erdhën në vend për të ikur, kështu që. Është një tal logjik që ka ndodhur me Gjadrin që askush nuk do, sepse nuk e Gjadrin, shohin absolutisht, megjithëse do të hapen disa qendra për të strehuar në një farë mënyrë, po 20 qendra, kështu që kemi edhe në Korç. Të shohim se si do ecë, edhe natyrisht njerëzit që janë në vështirësi dhe në hall duhen ndihmuar, po të kthehemi pak te ajo pyetja që mua më vjen shumë natyrshëm, ka pasur momente që ke dashur me heq dorë nga kjo punë që bën. Ja, gazetaria asnjëherë. Asnjëherë. Ja. Çka ka gazetaria? Se ja po thua po merresh pak edhe me PR ose me këtë menaxhimin e eventeve. Po ajo është për të ngrënë për të siguruar të ardhurat. Të kuptoj shumë. Për të ngrënë një pjatë më fine, po. Çka ka gazetaria? Çfarë ka adrenalinën? Çfarë? Profesore, unë jam kërcënuar nga njerëz që janë të burgosur me burgim të përjetshëm dhe unë jam dashuruar nga nëna në një farë forme, dashurinë e thonjza, që të cilat s'kishin parë një ditë të bardhë në jetën e tyre. Ta thash edhe një herë përpara, unë gazetari nuk e shoh të luftoj me kolegët kush e ka plajmin e fundit. Unë më ka humbur ky shefi. Kush e ka plajmin e pari? I pari, si kolegët duan me kap të parit. Po se ne i themi lajmi i fundit që sa po ndodh. Mua më ka humbur ajo dëshira. Unë nuk kam atë entuziazmin që t'ia fus kolegëve, të vrapoj, të bëj etj. Në fund fare ne s'do marrim asgjë nga kjo tokë. Siç erdhëm zhveshur do ikim zhveshur dhe unë dua të ngelem në një zemër të një nëne, ta ndihmoj, të përpiqem, t'i ndihmoj djalin, të jem ai udhërrëfyesi për ta futur në një punë, pra për të bërë diçka të cilën të ndihem mirë, jo thjesht unë për të plotësuar egon time personale, por në fund fare për të bërë atë që krijuesi thot. Pra çdo fe nuk të mëson asnjëherë për keq, po janë 3 shtyllat kryesore. Është mos vidh, mos prit, mos, është respekto familjen tënde me dinjitet, dhe së treti, bëj atë që të tjerë do doja të bënin për ty. Po të isha unë në vendin e tyre, do doja që të mos rria në fund, po do doja që dikush m'jepte dorën. Fatmirësisht sot jam unë, apo janë kolegët e mi, apo je ti, apo është kushdo tjetër nga ne, dhe unë mendoj që sot nëse kemi lirin, e thamë përpara, drejt që e mori kurse ke këtë lirin për të shprehur për gjithçka. Tani e tham që se kemi lirin, por mendoj që mediat online janë dhe më të lira se sa televizionet. Duhet thënë dhe kjo. Po nuk të let lirë paraja, profesore, po hajt se ajo media e lirë, ajo media online do sa gjëra për tu mbajtur. Mos më fut në atë shin, të lutem. Se nuk është po nuk ka media të lira në Shqipëri. Po pse kush i ka bërë investigimet më të mira në Shqipëri këto vitet e fundit? Birni, Faktoja. Po çfarë është Birni, televizion? Jo, patjetër që është. Faktoja çfarë është? Televizion? Jo, është projekt. Nuk ka rëndësi. Unë po merrem me rezultatin pra. Po nëse pritet. Projekt, çka ke nga projektet? Jo, po s'kam asgjë. Ore kam bërë shkrim në Faktoja. Edhe ne implementojmë projektin. Ne. Jo. Ja këtu te kjo studio që je. Unë nuk kam gjë kundër projekteve. Po atyre. Po çështja është çfarë bën me ato projekte. Po mos më fute, po më lër të gjërat e thjeshta, mos më fut në këto gjëra tuaja të komplikuara. Mos më bëj të them, mos më thej. Po këto janë tuaja, nuk janë tonat. Jo, po nuk ka gazetar për atë që të punoj. Po ke hapur platformën pra, apo jo? Un projekt, profesore. A do ta mbash këtë platformën? Të thash edhe një herë. Duke pasur kapacitetin, pse jo? Profesore, un gazetarët e Tiranës i shoh me paragjykim. Ta thash edhe një herë që në fillim të herës. Ashtu? Dhe po të them edhe një herë. 99% të korespondentëve nuk i din çfarë janë projektet dhe bëjnë mirë që nuk i din çfarë janë projektet. Tani, të tjerat më besoj që nuk është mirë që unë të flas. Korespondentët tani desha të pyesja për diçka tjetër në fakt. Lëre median, por unë do të pyes se sa mendon ti që kanë ndikuar. Do shkojmë dhe te Edmondi, po të flasim për një çështje më të rëndësishme që është besimi, Merret se Mondi, kjo është e rëndësishme. Besimi, sa mendon ti se ka ndikuar në jetën tënde edhe në profesionin që bën besimi? Edhe si të ka ndikuar? Po shumë pozitivisht. Jo vetë, shiko, pak më parë isha te Arbra Hajdari. E ngacmoj shpesh sepse ai është musliman, unë jam i krishterë, por ne themi që
kisha dhe xhamia janë lindin apo zgjohen në momentin kur ti je afër një nevojtari. Dhe çdo njeri që nuk është ekstremist besimtar, por është besimtar për shkak të ndjesisë dhe për shkak të asaj që do dhe asaj që kupton, mendësisë fizike, shpirtërore e tjera, patjetër që ndikon pozitivisht, se në fund fare kur ti shkon të dielen në kish dhe nuk shkon se je i obliguar, por shkon se do dhe atë një ore pra përpiqesh të mbushesh, se ti jep, ke nevojë diku ku të mbushesh, se ti shkon në shtëpi, do të dëgjosh babain e nënën që kanë halle. Do vesh të e dashur të filloj të të ankohet, po ndodhi kjo, po ndodhi ajo, apo do bëhet xheloze, do vesh të ajo familja e varfër, prap aty do japësh se duhet të bësh empatikun, duhet të kesh e të tjera, dhe në fund fare ku merr inspirimin te Zoti. Nuk ka gjë më të bukur, mendoj në botë që. Je praktikant? Jo shumë i thellë praktikant, që mos gënjej, por jam besimtar. Unë kam të shenjtë të dielen. Pra, të dielen 11-12, nga ora 9 deri në 12 unë jam në kish. Të bëhet çfarë të bëhet nuk më intereson asgjë. Më mirë kupton puna, kështu. Këtu ngatrua dhe opinioni publik në fakt, ose si thua pati nga ato tendenca dashakeqe për të servir disa foto të ndihmave që ju po shpërndanit nëpërmjet kishës. Do ma lejosh ta them, se kam folur asnjëherë, do ma lejosh ta them në 2 minuta? Po, thuaje. Në 7 shkurt të këtij viti, 2025-s, kisha ku unë aderoj, kisha ungjëllore Livonik Maliq, nëpërmjet fondacionit Tim Tibu, një javë përpara Shën Valentinit, në një farë forme dashurinë e jep për fëmijët me sindromën Down dhe autizëm. Për herë të parë u bën për më tepër se 100 apo 150 fëmijë me sindromën Down, autizëm, fëmijë me aftësi të kufizuara, morëm limuzina, morëm kështu tapetat kuq, me banderola, i brohorisnim, ato si kishin para asnjëherë ato. U kënaqën dhe kërkuam dhe gjithashtu prezent ishin edhe pjesëtar të Partisë Demokratike, pra pjesëtar deputet, u bën Maliq. Në Maliq, po. Të këtij viti, në 7 shkurt të 2025-s, ndërkohë që pjesëtar ishte po ashtu edhe kryetari i bashkisë, ishte edhe deputeti Ilir Pendavinji. Një ditë më vonë në shenjë falënderimi, sepse normalisht e dha kontributin e vet për ta falënderuar në qendër të Korçës, jo fshehur. Siç bëj me këdo, pra unë pi kafe me deputet të PD-s, me deputet të PS-s. Patjetër gazetari pi me gjithë kafe. Më kishin kapur, po. I kemi debatuar këto gjëra, biles kam diskutuar dhe me kolegët e mi. Po. Më fal se po të ndërpres, po ndërkohë t'japin edhe ca mesazhe. Gazetari duhet pi kafe me këdo. Absolutisht. Patjetër. Burim informacioni më Po, patjetër. Dhe po e bukur është që isha në mes të Korçës, se nuk po të isha fshehur, do desha pak fajtor, po isha në mes të Korçës. Shiko, po gjërat më të rrezikshme si publikut bëhen. Dhe rrofsh nuk po ndihmon. Jo, po tani do ta them këtë që mendoj. Dhe më kishin kapur foto, po ishte në 7-8 shkurt. Dhe foton e nxorën 2 ditë para zgjedhjeve. Problemi është që shiko, mondi nuk ishte i natin me mua. Thjesht unë e troqa në debat, sepse askush nuk po reagonte për dinjitetin atyre grave që u fotografuan. Se aty ishin ndihmat e kishës, të cilat përpara 5 ditësh u shpërndan përsëri, pra ne shpërndajmë çdo muaj ndihma me kishën, kemi 200 familje, besimtare apo jo, të varfra, të cilat shkojmë dhe ju japim ushqim. Pastori im ishte kundër, pastori im thoshte, nuk pyet kjo familja nëse ka zgjidhje apo jo, kjo pyeta ka buk apo jo. Patjetër. Unë i thoja, o pastor, shiko se unë bëja kompetentin, unë marr vesh nga kjo gjëja, se do na i keq interpretojnë. Por kush bëhet merak se do na keq interpretojnë? Ne jemi përgjegjës përpara Zotit. Ne po thojmë ligjin këtu, jo, ne po ndihmojmë. Mondi poston foto, shkon edhe i ndjek deputeti i nderuar Edmund Spau. Tani ku kishte inatin? Ai nuk e kishte inatin me mua. Jo, po çfarë, ku e kishte atë, pse e publikoi? Ai fillimisht akuzoi Partinë Socialiste se po blinte vota nëpërmjet ndihmave. Problemi është që PS-ja nuk po reagonte se s'donte që të përfshinte kishën. Kisha institucionalisht nuk ishte si reagonte se zonte të përfshihej në debatin politik, dhe unë në momente sipër gazetar, besimtar, empatik, përfshi gjithë ato ndjenjat, bëj një postim dhe i them me kulturë, pa e akuzuar, i them shiko, ti ke qenë deputet nga 91 deri tani. Është detyra jote për të shpërndarë ato ndihmat, nuk është detyra e kishës. Kisha po bën se do. Ti mirë që nuk po e ndihmon, po ti po
po na I fut presionin më tepër. Po. Ai apo dashakeqësit rreth meje I gjetën foto me Pendavinjë dhe thanë me deputetin Ilir Pendavinjë të Partisë Socialiste dhe thanë ky zotëria tani, ky nëpërmjet kishës, ky gazetari I bler, e thurën aty. E thurën bën. Shikoj, ishte thurje e bukur. Po mirë që shkuam në SPAK. Se unë kisha thoja SPAK. Po pse si shkuat në SPAK? Po se na çoi mendi. Ashtu? Po. Se ti që ka shkuar deri në SPAK. Po, shkova. Mirë, filluan me çdo çështje. Jo, filluan mos hetimin. Prokurori filloi mos hetimin, madje prokurori po qeshte se përveç se s'kishin asnjë provë, se normalisht kishin kontrolluar ato tablote telefonike etj dhe e kishin faktuar që kisha unë gjillore shpërndan ndigma që nga 98-a. Dhe ai tha, unë ndihem fajtor që po u sjell, po u harxoj edhe naftën nga Korça të vini deri në Tiranë, jo më pasaj që ka ardhur, po. Shiko, po edhe duhet ta kuptosh SPAK-un sepse ka qenë në kulm të fushatës, edhe jo nuk ka faj SPAK. Çdo foto, çdo fajin e kishte Mondi. Çdo foto, çdo situatë mbasi është dukur e dyshimt. Se Mondi nuk është njeri I keq. Problemi është që kur je në fund fare, nuk di çfarë bën. Si në fund fare, në fund të suksesit politik. Në fund të suksesit politik. Sa I e dinte fundin. Ke folur tani me Mondin? Jo, nuk flas me Mondin, po unë e dua fort. Ka kërkuar falje apo? Po ai e di që unë I kërkoj falje për dëmin që I solla, se mbase e dëmtova pak dhe ai e di që më solli dëm se fillonin njerëzit më shanin me libër shtëpie pa ditur se kush isha dhe unë ndjesha keq për vete, po ndjesha keq për të shtëpisë se I lexonin komentet. Po ai e di që unë e vlerësoj shumë për atë që ka bër, por nuk e vlerësoj shumë për atë që dëgjoj të tjerët për të bër. Se unë të mirë kuptoj që je kafsh politike, ai realisht është kafsh politike dhe kuptoj që në politikë mbase nuk ka moral. Po jo në fe. Me fen, sidomos mendime humanitare. Me asnjë lloj organizate. Është detyra e çdo deputeti të çdo lloj partie që nga 91 deri më sot ta ndihmon atë familjen, ta ndryshonte jetën. Po. Kurse kanë bërë vetë ti vjetari I thua kishë pse e bën. E sidomos në kulmin e fushatës. Po lere kishën rat, kishën xhamin e gjithë tjerat. Dukesh Xhensil që ke punon shumë edhe me profilet e tua sociale dhe kjo është gjë fantastike. Nuk punoj, nuk e di, shikoj, jam natyral. I ke gjërat. Po, jam natyral. Shumë mirë që e bën sepse sot rrjetet sociale emri I gazetarit është bërë më I madh se çdo emër medie në fakt. Më ka bërë përshtypje një foto që ke hedhur për ditën e televizioneve, se me televizionet nuk delin aty kam të gjithë bëj shaka, nuk është se kam aty, po thjesht nuk thash gjithë gabuar. E kam me censurën. Edhe me jo me Euronewsin apo me televizionet përgjithësisht se kam me Euronewsin nuk të lë njeri. Nuk më lë ti. Megjithëse aty në Euronews njoh shumë gazetarë të mirë, njësoj si ty, edhe që me një pjesë edhe mund të kem punuar në media të tjera, po ideja është tek lënia në hije e çështjeve kryesore, domethënë sepse shiko, nuk është rastësore që edhe politika bën këto që bën, edhe mendimin e këtyre televizioneve që kanë praktikisht audiencë më të madhe, po më bëri se këtu duhet dal përshtypje një foto që ke hedhur për ditën e televizioneve. Në isha mbi një kamion shin. Po. Në Progër, ishte I mbuluar nga shiu. Ka qenë edhe mesazhi që ke dhënë. E di pse se gazetarin konsultohesh me një koleg për këto mesazhe ose një video tjetër të listimit të ngjarjeve makabre që kishe bërë, që ishte shumë e bukur. Edhe thën nga një gazetar I ri si ty, që se njeh askush në fund të Korçës. Jo, se të njohin se derisa shiko, je mes Tiranës tani. Shiko, po. Fatmirësisht dhe fatkeqësisht. Unë nuk pyes fatmirësisht dhe fatkeqësisht askënd për atë që shkruaj. Dhe unë dëgjoj shumë këshilla konstruktive më që të thon njerëzit jo, shiko, po jo. Po nuk e bëj këtë. Këtë nuk e bëj se po e bëra nuk jam natyral. Unë o e bëj me sy mbyllur të gjën se a shumë thot shpirti, I futa notat e profesores, I futa notat asaj. Nuk është gjensili më, nuk është natyrale. Nuk do të pëlqejnë njerëzit. Ndërsa për ngjarje të rëndësishme pyesa Ani Laoxhën. Pra keca njerëz do doja shumë të pyesja Ilvën, modele. Ilvën e kisha kështu si në Euronews bënin shaka se thoshin djali Ilvës, ose mama e dytë Ilvën. Se më ndryshoi jetën, po profesioniste si Ilvatare në gazetarinë në gjykimin tim unë nuk kisha parë, se ne unë kam parë edhe drejtorë që thonë jepi lajm, ndërsa ajo ishte çe këtë lajmin.
ku është zëri kundër, ku është balanca, ku është fakti, ku është kokë e lajmit, ku është prapashtesat, pse është kjo e aja këtu, pra të perfekciononte në atë që bëje, ndërsa Anila Hoxha është shumë umane, është profesioniste dhe umane, dhe është në gjykimin tim ndër mojkanet e fundit të gazetarisë shqiptare, pra bashkë me ty, Anila Hoxha, këtë them tjetër, po nuk po them tjetër se do gënjej, po them tjetër se unë vetëm të dyave u kam xham. Po, ato dy ke modelet. Po unë mendoj që kjo gjëja jotja është 100 herë më e mirë se ato 100 kamerat e televizioneve të mëdha. Ashtu? Po të betohem po. Unë kam qenë i ftuar te FFZ-u. Kam marrë shumë shikime, 4 milion shikime, ku kam thënë një frazë për sa i përket adoleshentëve, dhe u paragjykova shumë sepse kisha përballë pastor, Jacqueline e tjera që ne të rrethave nuk e kuptojmë të mendësinë tuaj, që po ta thuash të vërtetën ton, ju duket sikur ne nuk jetojmë në këtë botën tuaj, po nuk është gabimi, nuk është faji jon që nuk jetojmë me ju. Është faji juaj që nuk na njihni ne. E vërtet është. Se tani se unë nuk po shtirem. Unë jam i vërtet. Po. Ti, nuk po them ti, po ju jeni ignorant që nuk e njihni realitetin e Mokrës, e Kolonjës, e Ersekës, e Leskovikut, e Devollit, e Pusecit të Shkret. Pra, dhe kur ne i themi këto gjëra, emok. Ti më nuk është emok ky. Emok, ky nuk e ka zhargon. Gjensili nuk e ka zhargonin e mirë se e përdor shumë ose çan, është korçar shumë, e ka shumë korçar. Por ne të ketë korçar. Po dialekti është pasuri. Ore, mund të kemi 100 gabime të mia në oratori, në mënyrën se si flas. Po ti mos u merr me këtë. Merru me atë që flas. Po, pikërisht me thelbin. Ky djali thot gjë të sakta apo të gabuar? Po gënjen apo thot të vërtetën? Po shiko. Televizionet duan pak show, pak gjas me debat, po nuk u lodhët? Gjas me përplasje. Po nuk u lodhët? Se keni kuptuar që njerëzit janë lodhur? Nuk e di. Ata e din. Po janë lodhur shumë njerëzit. Ata e din. Janë lodhur shumë njerëzit. Ata e din. Profesore, sot liri media nuk ka përveç telefonit tënd. Unë kështu e gjykoj. Unë telefonin tim, unë dhe intimiteti im, unë dhe telefoni im, unë dhe fuqia ime. O jam, os jam. O më duan, os më duan. Unë nuk luftoj për të më pëlqyer profesorja, për të më pëlqyer Anila Hoxha. Unë luftoj për të kënaqur egon tim e gazetareske. E arrita se arrita. Se arrita ka që kam çapin unë, deri këtu. Çfarë mund të bëjmë Gjensil për gazetarin lokale ne? Ne po vdesim. Sepse e kuptoj këtë që dhe prandaj rastësisht e nisa gjithë bisedën. Ne po vdesim. Po çfarë mund të bëjmë ne? Si mund të ndihmojmë? Nuk e di. Këtë nuk e di sepse ne jemi munduar në Gogo Pikal të fusim çdo lloj raportimi biles, edhe ti vetë na ke dërguar her pas here statuset e tu dhe historitë po. Profesore, po ty të duket e drejtë që mund të përmend emra të televizioneve, se është televizion publik. Po patjetër. Si mos përmendë këtu jemi përmend çfarë duash. Të duket e drejtë që një televizion lokal harxhon, që dua të jap një shifër që të jemi sigurt, 60.000 euro në muaj, dhe bën lajme kanalesh. Për kë ke fjalën këtu për çdo televizion lokal që thotë RTS dhe prapashtesën Gjirokastra, Korça, Kuksi, Shkodra. Nuk po prodhojnë përmbajtje cilësore, ëh? Po ata nuk mund të shkojnë dhe të bëjnë një lajm kundër kryetarit të bashkisë. Se kryetari i bashkisë ka vënë drejtorin. Pra shkapja në qendër, kështu që po lere të lirë lokalitetin. Unë e kuptoj që ty s'të ndjek asnjë, po se s'të ndjek asnjë lere të kesh një opozitë. Megjithatë ti je që kanalet të qëndrojnë, thjesht cilësia do ndryshojë. Unë jam që kanalet lokale të ristrukturohen. Në çfarë forme? Çfarë duhet të ndryshojnë? Po s'ka nevojë të japësh të kesh 7 gazetar dhe të bëjnë lajme kanalesh. Nuk ka nevojë të bësh edicion gjysmore. Po. Bëje 15 minuta. Po shko në Leskovik dhe fol që aty dasma e fundit ka 5 vite që është bërë. Ja lajmi. Që lindja e fundit ka ardhur para 7 vitesh. Ja lajmi. Që nuk ekziston realisht një fshat minoritar si Pusteci që të ketë harmoni më të mirë se Pusteci, dhe në fund fare janë njerëzit më të varfër, edhe pse kanë në kufi edhe Maqedoninë, edhe Greqinë, edhe se Bullgaria pretendon që është bullgare, edhe se Maqedonia pretendon që është maqedonase, dhe ata prapë janë të varfër.
Po ja më ku e ke lajmin, ik bëje. Po jo, ti më lajm Bashkia e Korçës ka filluar hapjen e kanalit ujitës në Filan Tok. 40.000 euro në muaj. Në fund të vitit 400.000 euro. Ore jepi një gazetari, mos e jep 600-700, jepi 1 milion. Do bëhet më i mirë. Ishi 4-5 lerë 2-3. Po bëj diçka që të ndihesh krenar për veten. Po lerë më një njollë të mirë aty. Ose një njollë të keqe. Siç po e lën. Televizionet lokale janë dërm. Janë dërm, do thoshin të parët tanë, janë të merr. Nuk ka televizione lokale, janë thjesht zëdhënëse të bashkive. Cili është lajmi i fundit në televizionet lokale që ty të ka bërë përshtypje? Nuk i kam ndjekur me vëmendje, me thënë drejtën. Po skandal po do dilte një në pa. Në qoftë se do kishte diçka të mirë. Pse më njeh mua? Po ke parë diçka. Po, e vërtet është. Po. Një televizion lokal minimumi ka 3-4 shofer, 4 operator, një 3-4 montazhier, një 4-5 gazetar që mbajnë mikrofonin, e vajti niveli pagave 40-50.000 euro. Po ke problemet operative, po ke naftën, po ke problemet mekanike, po ke infrastrukturën, po ke godinën, ikën 70-80.000 euro. Në fund të vitit 800.000 euro, 1 milion euro në fund të vitit. Çfarë bëre i qazje? Këto legët ku t'ja të popullit? Po tu nuk të kesh. Po gjë tjetër çfarë mund të bëjmë ne, mediat që e kemi si të thuash qendrën në Tiranë, po si mund ta promovojmë më shumë gazetarin lokale? A duhet që të shkojmë atje te qytetarët? Po ti nuk më jep mua fokus apo jo? Unë të thash që ti pagon më tepër një lavazhier se sa mua. Ti në Tiranë ke një operator, ti ke një shofer. Unë se kam. Ty të mbrojnë këtu, mua s'më mbron kush aty. As këtu nuk të mbron njëri, Xhensi. Ty të mbron masiviteti këtu, nuk e nevojë të mbroj dikush. Këtu ka mas. Ti aty ke të njëjtin të gjithë. Ti ulesh për ditë ajo kafja ku i njeh të gjithë ata të tjerët që ulen pi kafe me ty. Edhe ti do bësh lajm edhe për ata. Këtu jo domosdoshmërisht. Pra ty këtu të mbron numri i popullsisë. Ti mua më le me rrogën minimale. Ti mua më le të lën më njan. Ti thua, mos e ky korrespondent është. Fundi redaksisë korrespondenti. Korrespondenti më gjysmën e redaksionit, po është fundi redaksisë. Unë kam fatin e mirë që bashkëpunoj me një koleg timin që është ndër më të vjetrit në profesion, që është Onin Froku, dhe për herë na ka thënë ne korrespondentëve të qarkut Korçës që ore, mbani njëri tjetrin se nuk ju mban kush. Duajeni njëri tjetrin se nuk ju do kush. Ju mbajnë se kanë interes te ju. Në momentin që nuk do kenë më interes, të flakin. Dhe kjo është e vërtet. Ti mua nuk më jep vëmendje. Unë detyrohem të kacafytem që ta marr vëmendjen. Kacafytem, po pse tu ta pitoj? Qarku i Korçës është një nga qarqet me një nga 12 rajonet e Republikës së Shqipërisë. Minimumi një herë në 12 live duhet jem unë. Nuk jam. Duhet jetë ai gazetari aty. Është edhe faj gazetarëve, se nuk janë kërkues, që të mos ja hedhin fajin vetëm televizioneve, por problemi është që televizionet lokale, por të rikthyer ajo që ti the, duhet të kuptojnë që nuk pyet askush për ta. Dhe kur nuk pyet askush për ta, o vëlla, thuaj çfarë të duash dhe atë gjyshin që po të ndjek 70 vjeç aty, që kërkon të shoh diçka, po ngope atë gjyshin para se ti ka kjo jetë. Po thoj mo diçka që ai ta kupton që është, po jo më po ti e vërtet. Edhe ai e kupton që ti po ja fut kot. Po i tregon gjyshit arat, do thoshte. Babait arat po i tregon tani. Dolën tani televizionet lokale papritur dhe tregojnë u hap kanali. Kjo rruga po shtrohet me çakull. Ore, ka lajme plot. Se problemi është që thon nuk ka lajme. Jo, çdo vend i Shqipërisë ka lajm. Është ajo gruaja e dhunuar, është ai politikani që ka 40 vite aty dhe një analist të thjesht. Shko bëj një analizë, një politikani që ka që prej vitit 2000 deri më sot kryetar bashkie. Nuk po ja përmend emrin. Si ka qëndruar aty? Po. Ulje dhe ngritjet. Sa investime ka marr ai? Sa ka thithur investime? Sa milion euro ka thithur investime në 25 vite kusur vjet që është kryetar bashkie? Ja ku është lajmi. Shko më bëj një dokumentar se pse molla e Resnjës
duron dhe mban dhe konservohet dhe del me etiket dhe hyn edhe në tregun e Bashkimit Evropian, edhe pse Maqedonia nuk është në Bashkimin Evropian, dhe këtë mollën tënde e marrin dhe edhin dhe e kalbet dhe vjen greku ta merr, se nuk duhet të thënë që është shqiptar dhe ta rregullon greku dhe e shpërndan greku. Se shko hulumto, pse ato qepët hidhen në lum. Ne po bëjmë muhabet dhe mua po më prodhojnë lajme në kokë, se po ta them edhe një herë. Ka art, ka sidomos Korça. Ka art, ka kulturë, ka sport, ka gjithçka. Ti e mban të pompuar në çdo ka krishtlindje, ka pashkë, ka harmoni fetare. Mund të bësh çfarë të duash në 365 ditë të vitit. Po ti nuk do ta bësh të. Çfarë mendon, jam shumë kurioze, Gjensil, të po flas shumë. Jo, jemi shumë okay. Unë jam i ftuar. Ti je i ftuar, si jam. Po dhe unë po flas. Çfarë mendon ti për këtë trendin, ta themi, të raportimit qytetar, po themi të tipit jetash qef, ose platformat të tjera që kanë sa informacione nga rrethet, me thënë drejtën. Supozojmë del një person, nxjerr celularin dhe të filmon ty duke kaluar në rrugë. Shiko, çfarë na mendon? pëlqen apo s'na pëlqen ne? Jeta e qef është kontribut për jetën qytetare në Shqipëri. Është desinformim, si çdo media, por është edhe kontribut. Deri sa thonë. Si është dezinformim për si çdo media? Po pse s'ta sjelli me kaset? Po mbas disave jo me kasete, se ka ndryshuar teknologjia. Ja u sjellin me link. S'ka më me WeTransfer. Ja u sjellin me file me WeTransfer. Po. Ose çfarë janë Swiss transfer e tjerë. Tani tani je dakord me mua që bëhet dezinformimi? Nuk e di, mediat që e bëjnë. Po jo të gjitha. Po pse për kë po flas, për domate, për kë po flas, për mediat po flas. Dhe ti do thuash edhe ajo ka në këto media kanë dezinformim, jemi te jeta e shef aty. Më lër prap, pikërisht. Derisa thon. Ose te gazetaria qytetare. Jo pra ta them te jeta e shef, se i dua shumë edhe i urrej në një farë forme. Se prandaj faktoja është e mirë, se bën fast checking. Derisa thon, jo se na hedh te jeta e shef. Është e mirë, se ti bën presion. Ti e media me potencë, jo se na hedh te jeta e shef. Nga ana tjetër, nuk është gazetari me fill jeta e shefi. Jeta e shefi është një gazetari konsumuese, shpejt, fast food, jepi. Por derisa një kryetar bashkie ka frikë jeta e shefin, unë jeq kapelen. Është bërë faktor. Jo, unë jeq kapelen. Ai se ka frikë X televizion se e merr atë pronarin, ai thot byrazer. Atë hidrocentralin që ke në Majtë Mokrës, ta heq. Ati, ose mbase ata i merr, por frika është. Derisa është frika, ishi kapelen, e ka krijuar frikën ai. Ndërsa, arsyeja pse ju urrejnë thonjza është se duhet të punsojnë jo thjesht gazetar, por gazetar që të cilët të verifikojnë. Ti mos dil të thuash gazetari Gjensil Shkëmbi e verifikoj. Akuzohet për blerje votash nga Edmond Spau. Se në 2000 komente 1999 do më shajnë me libër shtëpie. Pavarësisht punës shumë të mirë që të kem bërë unë. Dhe kur them unë, mos shaj as këdo. Shko, verifikoje, investigoje, mbaj edhe përgjegjësinë, se problemi nuk është thjesht jeta e shef, është gjykata, është policia, është prokuroria këtu që ti shkon edhe e denoncon. Problemi është që gjyqit vjen pas 5 vitesh. Po edhe kur merr gjyqi vendim të formës së prera i dënohet me 500.000 lekë su bumerang, se atë i ka kafe jeta shefi dhe cili do lloj portali. Kështu që ai të shkatroi jetën, të ndau nga gruaja, të nxori voto me të dashurën, me dashnoren, të nxori tenderin korruptiv, të nxori të tëra, as i kërcet fare se 500.000 lekë do paguaj. Pra ky është problem kompleks. Problemi i qytetarisë dhe edukimit gazetarisë është që ti merret mos punëso thjesht gazetar, po erdhi lajmi, e postojmë. Por merr dhe gazetarë cilët të verifikojnë. Në qoftë se ka një në gjykimin tim ca gazetarë që na kanë trajnuar mirë janë të faktojes. Na i kanë thënë, thonë do shkosh tu, kërkesa zyrtarisht, kërkesë për informacion, në bazë të ligjit numër 117, 1, 2, 3, 4, 5. Po si ka mundësi pra që janë bërë faktor këta të jetash qef? Po miro kanë bërë pse? Jo, si ka mundësi, pra sepse ne po flasim që nuk bëjnë verifikimin, nuk është gazetari profesionale. Po edhe Erman Mamaj që është faktoru këtu. Okay. Ç'lidhje ka? Se të tjerë ishi edhe portalet e tjera janë bërë faktor.
Po bëhet ose ti po të hedhësh foto të një gruaje që zihet me një grua tjetër për leshi, për flokësh, kjo nuk është gazetari. Apo jo. Po ti e ndjek se ti thua, ta dëgjoj sa ka bërtitur kjo, ta dëgjoj se ka kurioziteti njerëzor. Po shqiptaro? Ajo s'ka Kanë kapur shpirtin e shqiptarit që edhe mirë kanë bërë. Edhe mirë kanë bërë. Në punën e tyre janë më të mirë ata. Në punën e gazetarisë, jo. Gazetaria po zhduket në Shqipëri. Po zhduket? Po zhduket patjetër. Kam dëgjuar në një universitet, unë ndjek shumë leksione private në universitetet amerikane për gazetari. Trajnime të shkurtra, 2-3 javora. Dhe ky telefoni na ndërtoi dhe ky telefoni na shkatroi. Sepse ta thash edhe një herë, se cili nga ne sot është në aksident, e bën foton dhe mendon apo bëhet gazetar në një farë forme. Po. Problemi është që atë gazetarin që bën që kërkon investigimin, se tani doli drejt që edhe ChatGPT-ja dhe ti se kupton tani se ai thot ma bëj me stil gazetaresk. Po. E të kërcet. Dhe ti ke bër me një ton pak më pasionant. Ty ja thar trut për të bërë pedagoge gazetarie. Dhe ai në po të shiko dallohet dhe përdorimi i chatit dallohet. Ore, ne të dy e dallojmë. Se ke dhe programe ne të dy e dallojmë. Po hajde a thua ti shumë i përgjithshëm, nuk ka gjuhën e detajistet gazetarit, hajde ja thuaj gjakun. Mirë, dakor. Hajde ja thuaj aty që ka pirë 2 bira ose 3 bira në bloqisht, që ka filluar sa ta zer bira, lexon lajmin ai, as nuk i kërcet fare për gjuhën tënde apo gjuhën time stilistike, se beson ChatGPT-n dhe e mbyll historinë. Nuk po flasim për stilistikën, po çështja është që përgjithsisht pusin dhe fakte të pavërteta, pra atë verifikimi që është kryesori. Profesore, sot nuk ka gazetari të mirëfillt në mas. Janë të pakët njerëzit që në gjykimin tim, se tani po bëjmë mjeshtin e gazetarisë. Po. Jo më, ti ke plotësisht të drejtë se je brenda këtij profesioni, po kontribon për profesionin. Unë mendoj që këtu të bësh gazetari, por nga njerë duhet të ishe budalla. Se duhet të dhash mendjes ik. Ata të gjën tjetër duhet të marrësh parasysh shumë gjëra. Të ishin nga puna këta, të bëjnë, se më tregon të gjyshi, të vendosin me biografi të keqe këta. Po, akoma vazhdo në sikur në komunizëm. Ore, po prapë se zot ta thoja, me biografi të keqe, leqë dhënë nuk të marrin se marrin, po të shojnë në internet, të shojnë në Spaç. Jo në Spaçin që ka qenë dikur. Po. E kanë Spaçin atyre këta. Po. Kështu që do të vëlla ta bësh gazetarin. Edhe bën ChatGPT-n. Profesore e gazetaria sot gazetari i thënçin. Se gazetare dikush është ai që bën një shkrim dhe tund themelet e një shteti. Dhe shkarkon një kryetar bashkie, dhe shkarkon një ministër, dhe nxjerr korrupsionin midis opozitës që është e lidhur katërsipërisht me mazhorancën. Gazetari është ai i cili shkon dhe investigon rrugën që na del 5 milion euro kilometri. Gazetar, ndërkohë që në Bashkimin Evropian është 1.2, 1.5 bashkë me veprat e artit. Pra, gazetari është ai i cili shkon edhe bën një investigim se si ka mundësi që na ka hyrë ky pesticidi këtu në 2018-ën, ndërkohë që prokuroria mbylli syt. Edhe pa pritur kuptuam që ky pesticidi ishte ndaluar edhe në Bashkimin Evropian edhe në Shqipëri. E ti e di për çfarë kanë fjalën, po unë s'kam guximin ta them se kush. E pra që edhe unë kam frikë. Ky është gazetari. Po ma the një emër ti që i ka bërë këtu tani. Na thuaj, të shkojmë ti ulemi në gjunjë, e ti themi faleminderit që je mësues ton, që na ndihmon, që na gazetar. E mban më atë filmin, të mban atë filmin shqiptar, nuk e mbaj më titullin, por është një moment të bukur ku ai aktori i madh shqiptar thot të gjithë flasin në emrin tënd o popull. Edhe në altë madhnia flet në emrin tënd. Në emrin e popullit. Ideja është që Xhensiu mendoj që ka gazetarë që kanë punuar mirë. Po mirë. Nuk po t'i them me emra, po janë çështje shumë të saktë, i solli saktësisht si çfarë duhet të jetë gazetari, këto çështje që përmende. Ka gazetarë që kanë shkruar mbi to. Nuk po them se mund të ketë bërë një gazetar të gjitha këto, po gazetarë të ndryshëm i kanë trajtuar, e kanë shkruar. Çështja tjetër. Për shembull, se duhet të jemi drejt me veten. Për shembull, Osman Stafës unë sot e që kapelar. Pra, që ka gazetar.
çështja është diku tjetër. Jo se s'ka gazetar kurajos Shqipëria. Çështja është që është luftuar shumë media për t'u delegjitimuar, duke i thënë gjithkohon kazan. Që shumë të tilla janë. S'ka diskutim. Brenda peizazhit tonë dhe këtyre Pyll pa dëra nuk ka. Patjetër që ka nga ata që Po problemi që ka shumë dëra më. nga ata që tallen me profesionin, nga ata që bëjnë sikur punojnë etj, por thelbi është që publiku, audienca është kështu, e hallakatur, s'di nga të mbaj dhe s'di se çfarë të besoj, ë? Po se Dhe se çfarë të besoj, sepse një pjesë e madhe e këtij populli, kësaj audiencë që ne flasim, janë shumë të lidhur me pushtetin. Ata mund ta dinë realitetin, po heshtin, heshtin. Mendoj që është tjetër kund, paktën unë siç e shoh edhe nga pikpamja që po përgatis breza gazetaria. ku është problemi? Pra, një te lufta që ka bërë politika, Kësaj s'ke që i bën? se çfarë i bën. E dyta te kjo që ti përmende paga, se nuk është thjesht paga si tregues, por kushtet ku punojnë gazetarët. Po. Tjetër gjë është konkurenca, si të thuash, që vjen nga të qenurit kaotik, pra. Sepse një student gazetarie thot mbaron shkollën ose po themi do të punoj gjatë shkollës. Në moment që ne donim të punonim gjatë shkollës, opsionin e parë kishim të shkonim të punonim në redaksi apo jo. Sot nuk jam shumë e sigurt nëse studentët kanë opsionin e parë të punojnë në një redaksi, por opsioni i parë për ta mund të jetë call centeri, sepse është më i lehtë. Sepse shkojnë 4 orë atje, punojnë, marrin para për të mbajtur veten e tyre, se është legjitime, do jetojnë dhe ata apo jo. Vi nga një familje që s'ka mundësi ekonomike, të gjithë ne që kemi punuar gjatë shkollës do punojmë diku, dhe nuk kam asnjë gjë të keqe unë me call centerin. Sepse derisa është punë e ndershme dhe s'ka asnjë shkelje ligjore, bravo ju qoftë, të shkojnë dhe të punojnë. Unë kam problemin tjetër kund. Te vazhdueshmëria. E kam problemin se ti në call center mund të punosh 2 vjet. Po mbarove. Dhe ti do ikësh me vesh të shurdhur. Jo të shurdhur, por me probleme, me sy me probleme, ti do jesh krejtësisht robotik, mekanik, i tharë një idetë tua, dhe ti, ndërkohë, ke investuar që po bën këtë shkollën për të mbrojtur si gazetar, për të formuar si gazetar. Dhe sa kemi humbur ne nga kjo. Kur them këtë gjë, nuk e kam me call centeret, po qoftë edhe në punë të tjera, po themi. Dhe këtë shoh unë të rinjt sot, që kanë më të lehtë të shkojnë të punojnë në punë që nuk kërkojnë këtë lloj sakrifice, se shiko, gazetaria është aq i bukur si profesion, po është një profesion i vështirë. Po. Ti do zgjohesh dhe do flesh dhe do shikosh ëndra. Po. Duke qenë gazetar apo jo? Po, je dakord me mua? 100%. Orarin që po e zhvillojmë podcastin, çfarë orari? Ja, thuaje që ta dëgjoj edhe audienca. Sa është ora tani? Është ora 10 e natës. 10, po sapo të shaj me mendjen time se kam 3 orë për të vënë në Korçë. Po prandaj dhe unë do ta mbyll. Hajde edhe 5 minuta. Se kamerakun se edhe 5 minuta më lesh, shumë bukur. Pra, është mënyrë jetese. Do shkoj në orën 1 në Korçë, po, e di, po nuk je vetëm, je me shoqen tënde, kështu që je në duart sigurt. Po, ose s'jam fejuar akoma, se ku i di tjetës, po me kolegen pra. Okej. Profesore, që ta përmbledh. Ne jetojmë mes një populli që pëlqen tallavan më tepër se sa pëlqen operën. Ne jetojmë mes një populli që ditën e zgjedhjeve e sheh me tifozllëk si një ndeshje futbolli dhe jo si një flet e cila mund të përcaktoj të ardhmen tënde të 4 viteve të tjera. Ne jetojmë mes një populli që nuk bëhet merak për gazetarinë cilësore, por bëhet merak për gazetarinë sasiore. Ne jetojmë mes një populli dhe ne kemi krijuar fatkeqësisht edhe si gazetar, kemi krijuar shembuj aq negativ ku ti në qoftë se ke prapanicën e bukur je suksesshme dhe në rast se ke mendjen e zgjeruar dhe ke lexuar Shakespearein, Schopenhauerin, në qoftë se ke lexuar Tolstoin, ti e thjesht i lën më njan dhe je i atyre kohërave të vjetra. Ne kemi ndërtuar si media sociale, apo qoftë edhe media audiovizive, apo qoftë edhe si televizione, ne vetë fatkeqësisht dashur apo dashur kemi krijuar imazhin negativ edhe të popullit, edhe për popullin, edhe ndaj nesh.
sepse në qoftë se ne do të kishim atë gazetarin, atë gazetaren që do të shkonte në Leskovik, në Vithkuq, në Lekas, do të tregonte atë gruan e dhunuar, do të tregonte shkaqet e mungesës së investimeve, do të tregonte korrupsionin, do të tregonte empati për atë që do ta merrte në intervistë, jo thjesht si intervista e radhës. Po. Në qoftë se ne do të shkonim aty për ta dashur profesionin dhe jo thjesht për të marrë atë 500.000 lekë në fund të muajit, ne në qoftë se nuk do ta shihnim gazetarin si rroba qepsi, që thjesht marrim qepim dhe ja japim, por se do ta vishnim vet në një ditë caktuar, se është fytyra jon në një ditë caktuar, ne nuk do të ishim këtë lloj derexheje. Dhe këtë derexhe na pëlqen apo s'na pëlqen, e ka krijuar edhe media, profesore. Po. Profesore, Jam dakord. Profesore, ne jetojmë mes një populli që në fund të ditës të zgjuarin e quan budalla. Po. Dhe ajdutit i thot bravo i qoftë. Profesore, ne jetojmë mes një populli që në fund të ditës masturbohet duke krijuar vetvetiu iden se është i pushtetshëm dhe harron që është i vdekshëm. Ne jetojmë mes ca njerëzve të cilët nuk e kanë konceptin e krijesës dhe krijuesit, por në fund fare mendojnë se janë të pavdekshëm dhe pasurohen dhe në fund fare kuptojnë që kanë marrë edhe nga gjiri asaj nënës që në fund fare i ka thënë o fatkeq, mallkuar qofsh. Ne e kemi shtrydhur këtë popull, ne e kemi vrarë këtë popull, ne i kemi dhënë vrasje, ne i kemi dhënë plagosje, ne i kemi dhënë aksidente, ne i kemi dhënë klikime, dhe ne nuk i kemi dhënë dashuri, ne nuk i kemi dhënë humanizëm, ne nuk i kemi dhënë shtëpi të ndryshuara, ne nuk i kemi bërë atë policinë që të jetë përgjegjëse, ne nuk i kemi bërë prokuroren që të ndihet fajtore, ne s'kemi bërë gjyqtaren që të ndihet e penduar, dhe në fund të ditës ne themi, e po se këta jemi ne. Po jo, ne nuk jemi këta. Ne jemi ata që ne duam të bëhemi. Unë sot jam këtu sepse kam ardhur se më ka dashur qefi të vi. Po, patjetër. Dhe ti shitesh jo sepse ata janë të aftë të blejnë, po sepse ti ke vendosur që të shitesh. Ti je politikani poshtër, jo sepse ti e ke trashëgimin e tillë, po sepse ti ke zgjedhur vetë ti je i tillë. Dhe derisa ne jemi në këtë lloj derexheje, duhet të pyesim veten. Çfarë po bëj me jetën time? Dhe nesër kur unë të dal, po të tregoj një frazë korçare, te kinemaja e quajnë sheshi pushtymës, sepse në kohën e komunizmit aty kalonin njerëzit të cilët ishin të mbajtur të komunizmit, sekretar partije të tjera. Një vit më vonë, 89-90, kur u ndryshua sistemi, aty njeriu i thjesht, edhe ai që të pastronte këpucët, të pushtynte. Edhe ajo quhet sheshi pushtymës. Dhe mendoje, pra i gjithmonë e pyes veten, pra mendoje sot je gazetar, ke mikrofonin në dorë dhe mbase dikush bën sikur të do, po bën dikush bën sikur të do. Mendoje nesër kur mos kesh mikrofonin, kur të kalosh aty, do të pushtyn apo jo? Do të pushtyn apo jo, ke dinjitet apo jo. Po të gjithë nëse do eci me këtë lloj ideje. Gjyqtar, prokuror, rroba qepës, çfarë do lloj profesioni, ti po e bën sepse dëshiron të kesh dinjitetin tënd, apo sepse ti i thua zhduku dinjitetit tënd vetëm për 2 kacide. Kaq pyetje do të bëj populli, dhe kaq pyetje do të bëj gazetari në vetvete. Tani Gjensil, unë s'kam çfarë të them më shumë se e përmblodhe dhe e the aq bukur dhe me aq pasion, po dua vetëm të shtoj diçka që mendoj që problemi sot i mediave edhe i gazetarëve nuk lidhet me ne më shumë se sa me sistemin e financimit që i mban këto media. Sepse ne duhet pyesim çdo media që lexojmë, çdo produkt, kush e ka financuar? Pse tani ky investigim kaq i rëndësishëm? Çfarë po prodhon kjo media që sot po thot se po godet, po themi, politikën. Kështu që mendoj që ne në një farë mënyre jemi viktima pa dashjen tonë të këtij sistemi që kemi ndërtuar, por ama e zgjedhim vetë momentin se kur nuk duam të jemi më viktima. E vërtet.
sepse ke dy zgjedhje, o të vazhdosh të jesh viktime këtij sistemi, o të bësh luftën tënde. Dhe sa do ndryshojmë? Shumë pak. Po mjafton diçka të vogël të ndryshojmë apo jo? Po, ndërkohë që Sepse përmendëm shumë probleme edhe ti natyrisht vjen edhe i mbushur nga realiteti aty që shikon për ditë. Gjë që unë se kam, dhe nuk e kam këtë luks të shoh. a të mbusha? Jo, po. Kaq kam. Madje kam shumë vështirësi tani të flas pas fjalëve të tua, sepse më duket sikur unë po bëj teori tani, ndërkohë që ti vjen aty nga terreni, nga zemra e problemeve. Por çështja është që unë mendoj që ne nuk duhet të demoralizohemi si profesionistë. Jo. Ne duhet të moralizohemi, ne duhet të inkurajohemi, sepse duhet të motivohemi në kuptimin e kësaj që mbase, do jemi me këmbë në tokë, s'kemi shumë gjëra për të ndryshuar, por edhe të dorëzohesh. Po më lërë të dorëzohem se kam frikë që do shkoj në atë rrugën qukës qafë plot, kam 3 rrugë për të bërë, ka rënë 2-3 herë, për zotin, por aje këtë radhë do të shfaqsoj. Do t'i biesh, Po çfarë të bëj? Nëse do t'i biesh nga rruga e vjetër dhe ka nikur dëmja 300 milion euro. Tash po ç'kjo që ngacmon? Po kujton litarin të shtëpia të varurit, tash ditë. Po s'të lën këto rruga. Nuk është thjesht çështje sistemi, është çështje gazeteria, është çështje personale. Se ti je gazetar edhe i pavarur, edhe pa punuar diku. Patjetër, ti mund të jesh me dinjitetin e njeriut, e karakterin e profesionistit. Kështu që nuk është thjesht çështje sistemi, është çështje zgjedhjeje. Mos më ka ardhur një ti do ikësh nga puna nga Euronews se je i lirë, ose unë pretendoj që jam i lirë. Se jo 100% jam i lirë. Kështu që është çështje zgjedhjeje. Edhe ai që se sistemi ne e bëjmë, ne. Po njerëzit e bëjmë. Pra, pikërisht. Po patjetër. Duam pa shitemi. Po. Njeri me zor nuk të ble. Ja, le ta mbyllim me këtë duam pa shitemi. Ose s'duam, prandaj nuk shitemi. Ashtu qoftë. Se oferta ka plotë, për t'u blerë e për t'u shitur, ka aq shumë sa nuk e ke iden. Çdo ditë, ka përshtypjen dhe ty të kanë ardhur oferta. Unë po rris çmimin. Faleminderit shumë që ishim në këtë bisedë. E vlerësoj shumë. Të uroj shumë mbarësi. T'jam mirënjohës. Nuk e di se si u ndjeve ti, po ja na dhe shumë energji. Unë mbusha. Na dhe shumë energji. Ju profesor jeni pozitive, unë do thash unë kam privilegj se normalisht të shoh si shembull të gazetarisë në Shqipëri dhe unë nuk kam arsye të të bëj shefin, se nuk më lidhi gjë me ju përveç dëshirës time për të ardhur këtu dhe dëshirës time për të ndjekur. Po në fund të ditës më bëhet qefi që ekzistojnë ende disa njerëz dhe profesionistë si puna juaj që edhe në një dhomë kaq të vogël realitetin dhe lirinë ta japin. Faleminderit shumë. Faleminderit.